إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل جلاله وتقدست اسماؤه. E falenderojmë të madhin Zot I qofshim fal me falenderimet më të mira dhe më të bukura që I takojnë vetëm Atij. Atë e lartësojmë, madhërojmë, ndihmë, shpresë, pendim vetëm Atij I kërkojmë. E falenderojmë shumë fish dhe pafundësisht që na mundsoi neve edhe një xhuma plus në jetën tonë, e cila padyshim vëllezër dhe motra të nderuara do të jetë dëshmi për të gjithë secilin prej nesh ditën e gjykimit. Elhamdulillah, falenderimet madhit Zot, sepse çdo ditë e javës ka vlerë të padiskutueshme. Dita e xhuma është e veçuar, është dita më e mirë e javës dhe Allahu subhanahu wa taala besimtarët që përgatiten për të shkuar ditën e xhumait I shpërblen shumë. I themi I madhi Zot, na ruaj nga e keqja e punëve tona dhe e veteve tona, se nuk e shkatron njeriu I nderuar musliman dhe muslimaneve se vetja e tij edhe veprat që I vepron ai. Atë që udhëzoi Allahu për rrugën e drejtë nuk ka kush që humb. Dhe atë që humbi nga e drejta islame mund ta udhëzojë vetëm I madhi Zot. Dëshmojmë që Allahu është një dhe një I vetëm. Dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam është njeri si gjithë njerëzit e tjerë dhe I veçuar me shpallje hyjnore. Besimtarë dhe besimtare, musliman dhe muslimane, vëllezër dhe motra, ju këshilloj juve dhe veten time në radhë parë për të qenë njerëz të devotshëm dhe të dalluar në rrugën e Allahut fuqiplot. Për shkak se gjithë secili që sot është prezent në këtë xhami, por edhe gjithë secili që është jashtë kësaj xhamie, I është saktuar I datë dhe I ditë, edhe I çast edhe I minutë edhe I sekond me u shmang dhe me u largu dhe me ndru stacionin e kësaj bote. Innal abrara lafi naim wa innal fujjara lafi jahim. Ato të mirët që e mbushin jetën me të mira janë naim, janë mirësi, në jetën e kësaj bote, në jetën e varrit dhe ditën kur do dalin përpara të Madhit Zot deri në xhenet. Wa innal fujjara lafi jahim. Dhe ato shkatrimtarët, mëkatarët, zullumqtarët janë xehim, janë zjarr. Janë hall të madh në jetën e kësaj bote, në botën e varrit, edhe ditën e gjykimit kur dalin përpara të Madhit Zot. Pra gjithë secili bën një analizë, një apel me veten për të qenë besimtar më I devotshëm edhe më I mirë. Në xhuman që kaloi ne folëm për veprën e mirë. Folëm që muslimani I vërtet është ai I cili beson Allahun e Madhëshëm dhe bën vepra të mira. Dhe folëm për veprën e mirë si koncept të përgjithshëm. Dhe nuk folëm për të një veçanti. Kush janë veprat e preferueshme dhe kush janë veprat që I kërkon Allahu xhelle xhelalu që duhet I bëjmë. Ajo që u them sot në xhami është një pyetje që e shtroj për gjithë secilin, që të reflektoj me veten e vet. Çdo ditë që kalon, sa ne kemi mundësi të bëjmë vepra të mira? Dhe sa ne kemi mundësi të afrohemi më shumë nga Allahu, dhe në analizën që ne bëjmë në darkët vonë, na del që më shumë kemi vepruar mirë se sa keq. Dhe ajo që na del në fakt si detyrë pa diskutueshme është që ne kur bëjmë analizën na dalim më shumë plus se sa minus, se nëse del e kundërta I bie me shku zjarrin e xhenemit. Mbas tauhidit pastër dhe njësimit të Madhit Zot, që ta besosh atë ashtu siç duhet dhe ta njohësh atë ashtu siç duhet dhe ta njësosh atë siç duhet, vepra më e mirë që na del detyrë neve është me u fal. Ai I cili nuk I fal 5 vakte çdo ditë, që nuk falet 5 herë çdo ditë, unë kam frikë për të që dita I kalon atij jo ashtu siç kërkon I Madhi Zot. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Gjoja parë kur dalim përpara të Madhit Zot do të na pyesin mbasi keni besuar apo jo? Në raport me të Madhin Zot, thot gjoja parë që pyet e thot është namazi. E ke fal apo jo? Ke qenë 5 herë në ditë falenderues dhe përkujtuesit Madhit Zot apo jo?
Ku ti thush Zotit që kam punu 8 orë, kam flet 8 deri në 10 orë, Zoti na fal, kam parë ndeshje futbolli, kam parë filma të ndryshëm, kam pirë 2-3 herë kafe gjatë ditës, ke humb orë, po për mu thot i madhi Zot, çfarë veprove nga ato të mira që të kisha dhënë sa më falenderove, ti i thu Zot për ty s'kisha kohë vetëm i ditë xumaje. Po ti japësh këtë përgjigje të madhit Zot ditën e gjykimit, kam frikë se ke ngel në kras. Për shkak se çështja e faljes është çështja më madhore mbas besimit dhe njësimit të madhit Zot. Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam i vdes bashortja e tij. I vdes xhaxha i tij që e mbronte dhe profeti alayhi salatu wassalam në vështirësi dhe në hall të madh. Shkon në Taif ku njerëzit e godasin me gura dhe i rrjedh gjak nga trupi i tij. Allahu i madhnueshëm i thot Muhammed, ti do të bësh udhimin e Mirajit. Udhim nga Meka në Palestinë, nga Palestina në qiellin e 7. Mbasi fillon në qiellin e parë takon Ademin alayhis salam. Në qiellin e dytë takon Isain alayhis salam, në qiellin e tretë Jusufin alayhis salam, në qiellin e 4 Idrisin alayhis salam, në qiellin e 5 Harunin alayhis salam, në 6 Musën alayhis salam, në 7 Ibrahimin Khalilullahi alayhis salam. Bashkë me Xhebrail Eminin, me kryeangjëllin. Kur arrin në fundin e qiellit 7, i thot Xhebrail Emini, Muhammed, rruga është e hapur për ty, e bllokuar për mua. Tha, po unë ku jam tretur, kush jam unë? Tha, nuri, drita, mirësia Allahut është me ty. Vazhdo. Është afru afër të madhit Zot i qofshin fal në këtë natë të begatshme. Në këtë natë që është mësim për gjithë muslimanët, edhe muslimanët. Është afru dhe e kanë ndjerë mirësinë dhe mëshirën e pakufishme të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e ka pa dot madhin Zot, kur e ka pyetur Abu Dherri një nga shokët e tij, "Hel ra'aita rabbak?" A e ke parë Zotin tënd natën e Mirajit? Ka thonë, "Nurun ra'aitu, dritë madhe kam pa." Zotin jo ka pa perden e të madhit Zot, që po ta uli i madhi Zot, çdo gjë bëhet pluhur gjithë universin. Ka thonë i madhi Allah, Ademin vete gatove, Nuhun në përmytjen e madhe e shpëtove, Ibrahimin mik të ngushtë e zgjodhe, me Musan ti vetë fole, Isan shumë nderove, mu i madhi Zot kum klasifikove. Ka thonë Muhammed, këtu ku ti e ngritur, kush nuk ka ardhë. A nuk je i kënaqur që sa herë thirret ezani dhe thuhet eshhedu an la ilaha illallah, thuhet mbas saj, mbas emrit tim, eshhedu anna Muhammeden Rasulullah. Më thuj ti i nderuar sot në xhami që je prezent, kush nga këngëtarët, kush nga artistët, kush nga shkrimtarët, kush nga filozofët, kush nga psikologët, kush nga burrat e shtetit, sot në 1,5 miliardë musliman në të gjithë vendet e botës, kujt i thirret ezani dhe emri, kujt përmendet sot në botë më shumë se sa gjithë tjerët? Ja bëj llogaritë thjesht matematikore. Sa herë thirret ezani në gjithë botën me lëvizjen e diellit, emri më i përmendur mbas Zotit të gjithësisë është emri Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam, çdo ditë 5 herë në ditë në gjithë botën. Përveç 5 herë të ezanit kur falen muslimanët prap bëjnë shahadetin eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Ky është njeriu mbas Zotit të gjithësisë, njeriu më i devotshëm që pasi përfaqja e tokës që përmendet më shumë. Tha, si e i kënaqë Muhammed që mbas emrit tim të lartë madhërueshëm të vendos ty? Ka qajt Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Tha, jam i kënaqë, Allahu madh. Ka thonë atëre zbrit në tokë dhe lajmëroi njerëzit që Zoti i tyre i ka urdhëruar me u fal 50 herë në ditë. Borxh ja kemi pas Zotit me këto mirësi të pafundme që ja kemi pa nga ai, me ja fal 50 herë në ditë faljen, me bë 50 falje në ditë. Ka thonë po, Allah të përgjigjem. Kur ka ardhur për në tokë, në qiellin e 6 takon Musën alayhis salam. Tha, o Muhammed, çfarë të urdhëroi Allahu? Çfarë mund të urdhërote Allahu përveç asaj që është më e rëndësishmja? Falja e namazit. Ti përgjërohesh Allahu, ta lavdërosh, ta madhërosh atë dhe askën tjetër përveç tij ashtu siç e meriton ai. Tha, më urdhëroi i madhi Zot
që t'i lajmëroj njerëzit dhe i pari ta praktikoj më u fal 50 herë në ditë, tha lutja Allahut me ta lehtësu. Se unë tha kur kam qenë ke beni Israilet, i kishte urdhëruar Zoti më u fal 2 herë në atë e lan një pjesë. 50 tha lutju Zotit me ta lehtësu se me i fjalë pak burra edhe gra do ta falin 50. Ka pa profeti ke Xhebrail Emini me shenjë që a mund t'i them Zotit me i ul? Ka thonë Xhebraili po. Ka thonë i madhi Zot 50, a ka mundësi nga mshira me na ul? Ja ka ul i madhi Zot 25. Ka thonë Musa a.s. shumë janë. I ka ul 15, ka thonë Musa a.s. Muhammed prap lutju se janë shumë. Ka shku dhe i ka lutë, i ka ul Allahu 5, ka thonë Musa shumë, ka thonë Muhammed Mustafa a.s. vjet turp më mas 5-ës. I nderuar musliman dhe muslimane që 8 orë i ke vetëm gjumë, 8 orë i ke vetëm punë, sa ndeshi i shef gjatë javës, sa filma i shef gjatë javës, sa kafe i pin gjatë javës, pse s'ja jep Allahut atë që i takon, pra për të mirën tate sa jesh i panevojshëm. Tha shumë janë o Muhamedi, tha Musa a.s. Tha më vjet turp mi thon Allahut më pak më. Pra u isha përgatitur për 50, jo më tulet nga 5-a. Atëherë i tha Musa më rregull. Muhamedi a.s. për të zbrit për tokë, një gjën një Zot Allahut madhnushëm, tha i madhi Zot i qofshin fal. Muhammed, 5 ja ula, për 50 e keni shpërblimin. Muhammed tha, 50 ja u thash vinim, ja ula 5 nga rahmeti mshira ime, për 50 e merrni shpërblimin. Pse musliman dhe muslimane mos i falmi Allahut madhnushëm? Kush na mësoi me këtë edukat keqe që kemi përbërsh të bëjmë çdo gjë përveç ta madhërojmë madhin Zot siç i takon atij? Pse njerëzit janë kaq të hutuar ka ajo që është një nga gjërat më të mëdha që lidhet njeriu me Zotin. Në raportet ti dhe Zoti i gjithësisë nuk ke gjë më të vlefshme që do ta njohë i madhi Zot ditën e gjykimit se sa falja. Dhe nuk ke gjë më të keqe se sa vrasja dhe nuk ke gjë që ke hyrë më shumë në hak se sa prindrit. Kur të pyesi Zotin raport me veten do thotë ajo fal. Kur të pyesi raport me njerëzit thotë si ke qenë me babën dhe me nënën. Kur të pyesi raport me të tjerë do thotë a ke vrarë njëri apo jo. Gjëja e parë që pyetet njeriu thotë është gjaku që ka derdh padrejtisht. 5 falje janë ato po janë mrekullia vet. 5 falje janë ato për shjeta vet. 5 falje janë ato për profetin tonë ishte gjëja më e bukur e jetës. Çfarë është kjo falje e madhe? Shkurtimisht. Ai mi gjithë gjinafqar, para se të futesh në falje, ka thonë i madhi Zot me ajet Kurani dhe Muhammed Mustafa alayhi salatu selam duhet me marr abdes. Thot profeti në hadith të vërtet, a do të jesh i pastër si kristali? A do të jesh burim i paturbulluar? A do të jesh njeri i fistikuar? A do të jesh besimtar ashtu siç kërkohet? Po, falu përpara faljes ke pastërtinë me marr abdesin. Sepse mikrobet në vendet që i ka të dukshëm njeriu grumbullohen shumë anë të ujit i largon. Pastërtia vet, po jo vetëm kaq. Thot kur njeriu, Zoti na fal, kur arrit që merr abdes dhe lan fytyrën e tij, musliman që i ke parë femrat e huaja padrejtisht. Musliman që ke parë me sytë e tuaj atë që s'ka dash tu bënte. Musliman që ke folur nga gjua jote atë që s'duhet ta folje. Kur merrni thot abdes me niyetin për t'u fal, kur e lani fytyrën e ju bin gjithë mëkatet e fytyrës. A do të marrësh shpesh pra të pastrohesh fizikisht dhe shpirtërisht. Dhe ka ato gjinafe që i ke bë ke fleta, shuan vend, merr abdesin dhe falu. Në kohën që i lan duart thot, mëkatet që i ke bërë me duart falen të gjitha. Në kohën që lan këmbët, të gjithë mëkatet që ke bërë me to, pra ke shkuar në një vend që ka qenë ndaluar që s'ka dash Zoti, quhen mëkatet e këmbës. Ti fal thot i madhi Zot. A do të dish gjë tjetër? A di kush është njeriu më i nderuar? Ai i cili është nis për të fal një falje në xhami. Profeti alayhi salatu wassalam thot, kur niseni për të shkuar për të fal në xhami, vetëm atë njet, vetëm atë qëllim. Në njërin hap që hedh merr një shpërblim. Në hapin tjetër të falet i mëkat. Profeti alayhi salatu wassalam i tha një ditë shokëve të tij. Çfarë është mendimi, thanë, nëse dikush ka një shtëpi, edhe i kalon një burim, një lum 5 herë përpara derës tij. A ngel pa pastërtinë të? Tha, jo, i dërguari i Allahut nuk bëhet fjalë 5 herë të vi një lum, siç vjen rrëmbyshëm, tha e pastron e bën të kristal. Kështu është çështja e besimtarit, tha që falet 5 herë. Me qenë i pastër fizikisht, me qenë i pastër shpirtërisht, me qenë i pastër nga gjinafet, me dali i pastër përpara Zotit në ditën e gjykimit.
kush thot falet Muhamedi alayhi salatu wassalam, po falet 5 herë, do ta ketë argument dritë dhe shpëtim ditën e gjykimit. Kush del pa falje s'ka as dritë, as argument, as shpëtim ditën që do të dalim përpara Allahut. Tani që po flasim ne për 5 faljet, i shejtani madh vjek ato që janë 3 thot, bosta shumë janë 5 herë. Gjë më të lehtë se më u fal 5 herë nuk mund të ketë tjetër. Na kanë ndodhur raste të shpeshta, po jashtëzakonisht shpeshta që është friksuar robi 5 herë thot janë shumë. Zoti na fal, shiqyr që na e uli i madh i Zot se 50, do kishin nik gjithë nga xhamia kur tani gjojnë. Po themi 5. Ato që janë 3 i vjen shejtani i thos, "Ke mundësi mi i fal 5." Na ka ndodhur në praktikë që ai që i ka filluar 5, thot më është rreshtuar dita, më është unifikuar dita dhe un pas kam qenë i humbur që s'pas kam qenë fal 5 herë sepse jo që kam kohë, jo që kënaqem shumë, po edhe dita ime është në unifikim. Sepse namazi ruan namazin. Nuk mundesh do të fali namaz, shko po ta gjinove, hajde fal namazin tjetër. Të ruan nga mëkatet, të ruan jetën, të ruan të pastër, të ruan të ndershëm, të ruan të moralshëm. Sepse do rush namazin me namazin dhe dita jote është e përgatitur, është e unifikuar. Ai që na del detyrë, nëse ju kujtohet radhës tjetër që tham. Ti falësh Allahut namazin, pastaj ti thush edhe ti lutesh atij. Nëse ju kujtohet kur ato ngelën brenda në shpellë, i than ti lutmi Allahut madhnueshëm, po ti tregojmë atij veprat e mira që kemi bërë. Dhe një nga veprat më të mira që ne kemi, aty pse ja u them për namazin, se është jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i gjë tjetër. Ja po flasim drejt për drejt në xhami. Nëse si nuk falesh gjatë ditës, më thuaj çfarë vepre të mira tjetër po bën. Po ti bëjmë një analizë, ka ditë të tjera që përveç namazit ne nuk bëjmë mira shumë tjera. Për këtë arsye që ta mbushësh ditën se dita i nderuar musliman. A don ta kuptosh se ç'është njeriu? Po deshe ta kuptosh se ç'është njeriu, se që jemi ne, merr pjesë në një larje xhenaze. A do të dish çfarë jemi ne? Merr pjesë në një person i cili ka ndruar jetë kur lahet i tëri. Shikosh që pasha Zotin e gjithësisë ne nuk jemi asnjë gjë. Para ca ditësh kam qenë me një person dhe qelloi njëri s'kishte qenë ndonjëherë. Se në fakt është shumë e vështirë të lash një person vetëm, duhet një ndihmës. Ishte njëri me 5 vakte, njëri që unë në fakt nuk shkova për të bërë larjen e tij. Pse mu ndru mendja? Pasha Zotin e kam pa, kur hyra që kishte ndru jetë, nuk e dallova do të ishte në gjumë apo i vdekur. Pasha Zotin e gjithësisë, kisha lajmëruar dikon tjetër për ta larë. Kur e kam parë fytyrën e tij duke buzëqesh kur kishte dhënë shpirt, thash unë do ta laj këtë. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë kush lan një person i cili ka vdekur i falen 40 gjinave të mëdha. Kush e qefinos një person i cili ka ndruar jetë do ta veshë Zoti me rroba për xheneti. Edhe qelloi një që hyri. Bashkë me mua thash do më ndihmosh, mos siklet se kisha parë ndonjëherë po do isha i ndihmës. Unë kam pas raste shumë për atë ishte herën e parë. Tha, mbasi filloi procesi, tha s'kam nevojë më për argument tjetër mas këtij. Mori tronditje të madhe për faktin se këto jemi ne vëllezër motra nderoj, mos u mashtroni pra. Kur dolën për ta qevinos tha un po ikë tha se kam i punë. Thash po ta veshim me qefin që të veshi Zoti me rroba xheneti, mjaftojnë tha këto 40 gjinove të mëdha, aq duroi për herën e parë. Po ju them pasha Allahun xhelle xhelalu, vdekja është këshilluesi më i mirë. Këshilluesi më i mirë që nuk flet është që njeriu duhet më u largu nga jeta kësaj bote. Për ta shtu këtë më shumë, është ta shikosh një person duke dhënë shpirt, ose ta shikosh një person që ka ndruar jetë, ose akoma më shumë që të bindesh plotësisht dhe të bëhesh besimtar i devotshëm dhe i ndershëm dhe i mirë dhe besimtare e mirë. Kur të mendosh që ai person po lahet, po pastrohet, po rregullohet dhe nuk është i Zoti as të flasi më, as të përgjigjet më, ti e ngren dorën e tij dhe bjen, e ngren këmbën e tij dhe bjen, dhe nuk është i Zoti ta lajë më veten e tij, po duhet ta lajnë tjerët atë. Dhe nuk është i Zoti të vishet më ai do ta veshësh ti me qefin. Kto jemi ne të nderuar musliman dhe muslimane,
Dhe Allahu ka dashur me na dhënë neve me krijimin nga një pikë uji dhe me vdekjen në mënyrën si vdes personi që o njerëzit e mi, o robrit e mi, mos e mbani vetëm në të mëdhej, se ju bëni të mëdhej vetëm kur duhet ju bëj unë, jo kur doni ju. I madh bëhet njeriu kur hyn në xhenet, edhe është i përjetshëm atje dhe është me Allahun në mbrojtjen e tij dhe mëshirën e tij. Prandaj mos u huto, mos u mashtro dhe mos u largo nga kjo fe madhështore se gjithë secili do e kaloj stacionin e kësaj bote. Edhe na jep neve leksion i madh i Zot për t'u larguar nga çdo e keqe, për t'u fut neve në atë që është çdo e mirë. Ajo që na del si detyrë është ne të falemi për të madhin Zot dhe t'i lutemi atij. T'i lutemi atij që Allahu xhelle xhelalu na japi neve, na i pranoj lutjet, na japi nga begatitë e veta. Dy gjëra do t'ju them përfundimisht. Shkoi një nën e cila e kishte fëmin të smur. E i tha i dietari, tha lutja Allahut ma shëroj. Tha duro dhe lutju vetë Allahut. Shkoi dhe vazhdoi duke u lut, po ju brengoste jeta. Erdhi prapë i tha lutju Allahut dhe ti tha vazhdoje sprovën, siç ka sprovuar Allahu, duro edhe lutju se Allahu do ta pranoj. Shkoi dhe një farë kohë u kthy, tha lutju Allahut, i tha lutju vetë si nana, tha s'kam më fuqi, jam një breng të madhe, jam në një vështirësi të madhe, tha shko se të shëru fëmia. Shkoi dhe e pa fëmia në këmbë. U kthy dhe i tha Allahu ma shëroj. I tha njerëzit, nga e kuptove ti? Ku e more vesh që fëmia është shëru? Tha Allahu xhelle xhelalu afaman yujibu mudtarra idha da'a. Allahu thot në Kur'an, kush i përgjigjet nevojtarit kur është nevojë? Njeriu që s'don t'ia di për të varfrin, njeriu që s'don t'ia di për vejushën, njeriu që thot kam hallet e mia, njeriu që është bërë zemra e tij si një kazëm. Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an, o me yujibu mudtarra idha da'a, kush i përgjigjet nevojtarit kur ka nevojë? Allahu xhelle xhelalu. Kur i drejtohesh ashtu siç duhet atij, me zemër dhe me shpirt, dhe çdo gjë është mbyllur, njerëzit janë larguar, çdo gjë është e ngarkuar, ngreja durët Allahut subhanahu wa taala, kur i e fal atij, je largu nga harami, veshja jote është halal, ushqimi jote është halal, rrezku jote është halal, ngreja se Allahu nuk ta kthen mbrapsht. Profeti alayhis salatu wassalam thot kur i ngreni durët Zotit, i vjen turp të madhit Zot ja u kthej bosh ato. Sara, për ta mbyll. Sara është emri i bukur, kanë filluar duke e vënë muslimanët ke vajzat, gjë e bukur shumë. Po inshallah Allahu xhelle xhelalu na i bën vajzat e muslimanëve Sara e vërtet. Ka qenë bashortja e Ibrahimit alayhis salam, femra e dytë më e bukur gjithë historinë botërore. Femra e parë ka qenë Hawaja ose Eva. Femra më e bukur e botës ka qenë Hawaja, bashortja e Ademit alayhis salam. Vajza e dytë, gruaja më e dytë, më e bukur në gjithë historinë botërore është Sara, bashortja e Ibrahimit alayhis salam. Kur shkon në Egjipt Ibrahimi alayhis salam, i thojnë kush është kjo femër e bukur, se e kërkojshin për mretin. Si kishin pas syt femër më të bukur. Ibrahimi alayhis salam po thotë jam bashorti, do e vritsin vend, tha vllai i kësaj. Pra vlla nga feja nuk gënjeu. Miti vllai largohu, tha ti hajde me ne. E morin dhe e çojnë ke prisi i Egjiptit në atë kohë, zullumqari i Egjiptit. Kur e pa ju mahnit, Sarën, femra më e bukur e kohës vet. E pa edhe ju afru. Desh që t'i afrohet edhe zjati dorën, Sara i drejtohet Allahut subhanahu wa taala mbas një jetë të devotshme. O Allah dha më qoftë se ndershmëria ime ka qenë e madhe dhe i kam taku vetëm burrit tim ndaloje zullumqarin ndaj meje. Allahu ja paralizon dorën. Sara trembet. Dhe i thotë Allah liroja dorën se do e marrin vesh që i ka ardhëmi për me do mvrasit, e liron Allahu. Po zullumqari është zullumqar, nga që u mahniste nga bukuria i afrohet prap. Tha Allah i mandushëm e karmurit nderin për hir tënd. Kam qenë vetëm një edhem për bashortin tim. Jepi shembull zullumqarit dhe paralizon prap Allahu 3 herë. Kur i ndodhi për herë tretë, tha, ati e femër, apo je djallë? Se po u çudiste se si u paralizon të mqast. Tha, ç'është kjo? Kur i erdhën ato njerëzit, i thanë, me i fjalë kemi sjellë femër më të bukur, më keni sjellë dha i djallë, më duket se u paralizohen vend përpara saj. Nga sikleti dhe nga ajo i jep dhurata. Që t'ikte Sara. Ibrahimi alayhis salam ju lusta Allahu xhelle xhelalu me i rujt bashortën.
i dashmi Allahu xhelle xhelalu. Po problemi është atëherë s'ka pas as televizor as internet. Sara me devotshmërinë e saj u luste që ta mbronte Allahu nga ky zullumqar. Ibrahimi alayhis salam binte në sejdë dhe i thoshte Allahut ma ruaj bashortën, i madhi Zot në historinë që tregohet i nxirrte në sejdë Ibrahimit alayhis salam ngjarjen e bashortës vet për mos t'ia humb atij sepse ishte xhelos për bashortën e tij. Ja ifte së mpamjen si në televizor për ta pa bashortën e vet se si urumte dhe se si thoshte jam e ndershme me bashortin tim. Wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. E mori Allahu thot Ibrahimin të dashmin e vet. Dhe ne kur dënjojmë që t'i lutmi Allahu xhelle xhelalu për prindrit ton, për njerëzit ton, për të afërmit ton, për veten ton, na japi Allahu begatin këtë botë, vdesim si musliman devotshëm, të shkojmë faqe bardhë ka Allahu në ditën e gjykimit, na japi rrizq, na japi shëndet, na japi fëmijë, na japi mirësi nga të gjitha, duhet përpara kësaj të jemi besimtar denj. Sepse po e patë veshjen haram, ushqimin haram, riskun dhe punën haram, thot ja ngreni durët madhit Zot dhe thot Zoti uli se të gjitha i ke haram, nuk ta pranoj. Prandaj me u mundu me qenë besimtar të mirë, sepse nëse je besimtar i mirë sa ta nxjerrësh fjalën, thosh Allah kam nevojë, Allahun e ke me vete. Kur je me haram në të gjitha aspektet, është shumë e vështirë të përgjigjet fuqiploti Allah. Aqulu ma tastami'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. I bëjmë lavdet mëdha dhe falënderimet të madhit Zot i qofshin fal. Dhe shpresojmë që i madhi Zot na udhëzoj gjithmonë edhe më shumë. I kam boj dua, po jo pa qëllim dikush nga ju ndoshta se majnë mend, kam i shprehjes të madhe ke Allahu xhelle xhelalu që një nga ato duat që unë e kam boj jo pa qëllim që ta shoh gjatë javës, duket se i madhi Zot atë na e ka pranuar. Sepse e kam gjetë gjatë javës deri në javë. Kam gjetë nga xhumaja tjetër deri në këtë xhumë. Tjerat janë më të fshehta, tjerat janë dhe për botën tjetër, shpresojmë na i ketë pranuar i madhi Zot. Unë jo pa qëllim për veten time futa një dua, një lutje e cila ishte e veçantë nga ajo që bëjmë gjithmonë. Unë e kam parë gjatë javës që Allahu ma ka dhënë 90% saj. Shpresoj që Allahu subhanahu wa taala na e ka pranuar të gjithëve dhe i lutmi Allahun këtë xhumë të madhe të ditës më të mirë të javës që Allahu na i falë gjitha gjinavet që ja kemi bërë atij. I madhi Zot fuqiplot, i lartë madhërishtëm dhe që ke në dorë gjithçka, që nuk e ke problem t'ja falësh njerëz dhe mëkatet që kanë bërë, na pastrot gjithëve sot, na lën pa mëkate dhe asnjë mos dalin nga xhamia vetë se të jetë në gradën e engjëve për sa i përket mëkateve. I madhi Zot na jep shëndet, sepse pa shëndet nuk mund bëjmë dot adhurim ty. I madhi Zot na i mëshiron veçanti baballarët dhe nënat tona. O Zot, kërkojmë që të na futesh në xhenet me baballarët dhe nënat tona, me vëllezërit edhe motrat tona, me bashortët dhe me fëmijët tonë, dhe të na bësh gjithë së bashku siç jemi në xhami nga banorët e xhennetit Firdeus. O Zoti i gjithësisë, na mundëso ta mbyllim jetën me fjalën La ilaha illallah. O Zot, na mëshiro dhe na begaton ditën e gjykimit kur do të dalim përpara Teje. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salah.